çfarë të bësh kur mendon se një i afëm ka demencë? Folu të tjerëve. Krijo një plan. Nis një bisedë. Inkurajo kujdesin mjekësor. Nëse ata refuzojnë ndihmën. Përfundimi. Nëse vëren probleme me kujtesën tek një i afëm, është rëndësishme ta sjellësh temën me delikatesë në kohën dhe vendin e duhur. Inkurajoj të kërkojë ndihmë mjekësore, duke respektuar autonominë e tij saj. Problemet me kujtesën janë pjesë normale e plagjes, por demenca është diçka më serioze. Me demencën, vështirësitë me kujtesën dhe të menduarit janë shumë më të theksuara se zakonisht me moshën. Të vëresh këto ndryshime tek një i afëm mund të jetë sfiduese, sidomos nëse ata vetë nuk i vënë re. Kur kujdesesh për shëndetin dhe sigurinë e të dashurit tënd, dëshiron që ata të marrin ndihmën që kanë nevojë. Ja çfarë mund të bësh për ta ndihmuar dikë që mendon se mund të ketë demencë. Diskuto shqetësimet me të tjerët. Kjo nuk do të thotë të flasësh për të afërmin pas shpine. Është e rëndësishme të kuptosh që përvoja jote personale me të mund të mos përfaqësojë të gjithë situatën. Kërkimi i mendimit të tjerëve është shumë i vlefshëm. Ata mund të ndajnë nëse edhe ata kanë vënë re simptomat të demencës, çka mund të tregojë një model të përsëritur. Gjithsesi, është e rëndësishme të marrësh parasysh privatësinë e të afërmit. Kufizo këto biseda vetëm me njerëzit më të afërt me të. Të folurit me të tjerët, gjithashtu të ndihmon të vendosësh kush është personi më i përshtatshëm për të folur me të afërmin rreth problemeve të kujtesës. Edhe nëse je ti personi më i afërt, ndoshta dikush tjetër është një besimtar më i madh për të dhe mund ta sjellë temën më lehtë. Bëj plan për një bisedë me të afërmin. Është mirë të hysh në bisedë me një ide të qartë se çfarë do të thuash. Mund të ndihmoj të kesh shembuj specifik të momenteve që të kanë shqetësuar. Mund të mbash një ditar të këtyre ngjarjeve për përdorim personal. Megjithatë, shmang përdorimin e tij gjatë bisedës, pasi mund të duket si akuzues. Përpara se të nisësh një bisedë, shoqata e Alzheimerit në Mbretërinë e Bashkuar sugjeron të marrësh parasysh këto pyetje. A kanë përmendur ndonjëherë probleme me kujtesën ose të menduarit? A i shohin sfidat e tyre me kujtesën si pjesë natyrale e plagjes? Çfarë mund t'i pengojë ata të kërkojnë ndihmë për problemet me kujtesën? A mund të jenë të shqetësuar për çfarë mund të nënkuptojnë simptomat? Nis një bisedë me të afërmin tënd. Zgjidh një kohë kur as ti dhe as i afërmi nuk jeni të zënë ose të shqetësuar. Mund të ndihmoj të flisni kur jeni të dy të qetë, të pushuar dhe pa emocione të larta. Zgjidh një vend privat ku i afërmi ndihet rehat. Mund të fillosh duke pyetur nëse ka vënë re ndonjë ndryshim kohët e fundit. Qasju me butësi dhe siguroje që je aty për ta ndihmuar dhe mbështetur. Këshilla për të folur për demencën me një të afërm. Përdor fjali që nisi me u. Për shembull, në vend që të thuash ke harruar shpesh të fikësh sobën, thuaj un kam vënë re që shpesh harrohet të fiket soba. Po pyes veten nëse e ke vënë re edhe ti. Zgjidh fjalët me kujdes. Shmang fjalën demencë. Përqendrohu tek ndryshimet që ke vënë re dhe flisni për hapat që mund të ndërmerren. Thekso që je aty për ta mbështetur. Parashit bisedën si një mënyrë për të gjetur si mund të ndihmojnë familja dhe miqt. Dëgjo me vëmendje. Siguro që i afërmi të ndjehet i dëgjuar. Mendimet dhe reagimet e tij mund të ndikojnë se si do të vazhdosh bisedën më tej. Inkurajo ata të kërkojnë ndihmë mjekësore. Nëse mendon se një i afërm ka demencë, qëllimi kryesor i bisedës duhet të jetë marrja e një takimi me mjekun ose geriatrin. Mund t'i shpjegosh që sa më herët të kërkohet ndihma, aq më shpejt mund të bëhet diagnoza dhe të merren masat e duhura. Gjithsesi, është mirë të mos e përqendrosh bisedën vetëm rreth mundësisë së demencës. Mund të ketë edhe kushte të tjera si depresioni ose mungesa e vitaminës B12 që shkaktojnë simptoma të ngjashme. Mund të ofrohesh të shkosh me ta tek mjeku. Kjo mund t'i ndihmojë të ndihen më të sigurt.